Zhvillime politike me Mariglen Kumen, të cilin në këto momente e kam në një lidhje të drejtë për drejtë. Mariglen, të përshëndes. Hajde të përshëndes. Kam analizuar zhvillimet kryesore dhe me eksponent Partisë Demokratike. Megjithatë, ka sot që ne flasim një përshkallëzim të retorikës, të deklaratave në Partinë Demokratike, po vendoset Saliani fuqishëm përballë Sali Berishës, çfarë tregohet në rreshta. Ti e një shumë mirë situatën atje në bazë burimeve dhe punës ndër vite, kështu që më trego pak se çfarë ka ndodhur gjatë ditës së sotme. Aida, duket si kur jemi rikthyer edhe një herë në vitin 2021, pikërisht kur nisi konflikti midis Berishës dhe Bashës në atë kohë, ndërkohë që tashmë kemi një tjetër dyshe, kemi pra zotin Ervin Saliani, i cili është kthyer në fakt në një farë mënyrë në rolin e Berishës së 2021-shit dhe zotin Berisha që është kthyer në rolin, po them, të Bashës 2021-shit, pasi kemi Salianin i cili ditën e sotme nis foltoren e parë me demokratët e ka cilësuar ai se si foltoren, takimin apo dhe ky e quan foltore? Foltore e cilëson si, kemi dy foltore i bie. Pikërisht paralele. Dhe kjo është vetëm piknisja e këtij takimi, pasi pritet që të ketë edhe të tjerë. Aida, unë edhe dje e përmenda bashkë me ju që qëllimi përfundimtar i Salianit është maj vitet e ardhshëm, ku do të bëhen zgjedhjet për drejtimin e Partisë Demokratike, por edhe për strukturat e tjera drejtuese. Në këtë aspekt duket se ka plasur, po themi, ose duket përplasja ka dalë në shesh, pasi ditën e sotme ka reaguar edhe kryetari i Partisë Demokratike, zoti Berisha, i cili e ka cilësuar këtë foltore të nisur nga Saliani dhe Ali Mehmeti si një aktivitet privat dhe jo i strukturave të Partisë Demokratike, dhe përderisa është i tillë sipas tij një aktivitet privat, kjo nuk ka asnjë ndikim në Partinë Demokratike, por që në faktikisht takimi do të jetë me demokratët cilët janë antar të Partisë Demokratike, por jo vetëm, edhe me funksione drejtuese lokale. Dhe në këtë kontekst, prandaj e thash edhe në hyrje që kemi të bëjmë me rikthim në 2021-shin, kur zoti Basha atëre akuzonte zotin Berisha se bën aktivitet privat. Bisedat private me deputetët që ne komunikojmë, nuk është se janë kundër Salianit. Të po kuptojmë, është çështje perceptimi. Tani më tregoti se kush është me Salianin sot që ne flasim, ata që deklarohen, ata që s'deklarohen, pastaj s'kemi çfarë të themi. Shko, zoti Saliani ka, po them, megjithse ende nuk është bërë një lloj ndarje e deputetëve, ai po operon kryesisht me bazën, me antarësinë dhe me ish deputet të Partisë Demokratike. Zoti Saliani ka marrë një vendim sipas informacioneve të mia që ka dashur të mos i përfshijë të paktën në këtë moment deputetët e Partisë Demokratike në lëvizjen që ai po zhvillon, me idenë që të mos ketë përçarje në aksionin politik që bëhet në parlament. Ndërkohë që aksionin e tij po e vijon me ish deputetë të cilët kanë mbetur të pakënaqur për shkak se morën vota të konsiderueshëm në primare dhe nuk u futën në lista, ose me ish deputetë të cilët ishin pjesë e primares, u bën edhe pjesë e listës së hapur, por pas 11 majit ata janë ndjerë si të braktisur, të menjanuar, duke mos i vlerësuar sipas tyre votat që morën më 11 maj. Kjo është lëvizja dhe strategjia që po ndjek deri më tani. Nëse do të bënim pastaj një analizë se ka mbështetje apo jo edhe brenda grupit parlamentar, sipas informacioneve të mia, ka mbështetje, nuk ka shumicën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Sipas të gjitha gjasave, deri më tani të paktën shumica qëndron në krah të zotit Berisha. Një pjesë kryesisht atje ku ka patur edhe bastionin e tij, mund të konsiderohet që janë edhe në krahun e tij, po them deputetët të qarkut Korçës, nëse do duhet të vendosin midis
pra të vendosin se cilin krah do të mbahen mund të jenë më pranë zotit Saliani. Megjithatë thash, strategjia e tij në këtë lëvizje që ka nisur është që të mos ketë një përçarje të grupit parlamentar në këtë moment, duke i lënë deputetët jashtë dhe evidenca e parë ose konstatimi i parë është foltorja e ditës së sotme në qarkun e Durrësit, ku nuk ka kontaktuar asnjë nga deputetët e Partisë Demokratike, pikërisht pra për të mos patur një zhvendosje të vëmendjes, pasi sipas asaj çfarë më është komunikuar me burime, në Kuvendin e Shqipërisë diskutohet projekt buxheti dhe paketa fiskale në fazën nen për nen dhe do duhet që të kishte një fokus atje, ndërkohë që veprimtaria e partisë politike sipas tij, por edhe atyre që e mbështesin, do duhet që të jetë më veçme, nuk duhet të jetë në të njëjtin fokus. Pra partia ka veprimtarinë e saj në jetën e saj politike dhe grupi parlamentar vijon pra po me linjën e vet politike në parlament dhe në institucionet shtetërore aty ku është. Tani do ta shohim pak se çfarë do të ndodhi në ditët në vijim dhe si do perceptohet, po unë po shikoj pak reagimin e Berishës dhe më duket jashtëm, ose më saktë. Le të themi është retorik ndryshe nga dje. Çdo është nisën private, çdo gjë që bëhet në mënyrë individuale, aty që ke lexuar të ti. Shiko, në momentin që dëgjova deklaratën e zotit Berisha, prandaj edhe bëre hyrje në tillë, sepse më riktheu edhe një herë në vitin 2021, sepse edhe atëherë ishin të njëjtat pretendime. Zoti Basha sot se ekziston, çojmë fatin e Salianit tani si politikan. Po, pikërisht, si politikan nuk ekziston. Në këtë fazë kemi ndryshe në fakt. Kemi Salianin në një front sulmues, po e quaj, dhe zotin Berisha mbrojtës. Por ndryshe nga zoti Basha i 2021-shit, zoti Berisha nuk e la terrenin bosh, pasi ditën e djeshme ka nisur edhe foltorën në bazë, pasi ka bërë takimin e parë me degën numër 9, ku ka marrë edhe kritikat, por edhe mendimet e antarësisë të cilët kishin qëndrimet e tyre. Këtu është diferenca në fakt e vetme nga ajo e 2021-shit. Sa i përket pretendimeve është e njëjta, sepse duhet kujtojmë edhe në 2021-shin grupi që mbështeti zotin Berisha prandaj u detyrua të merrte edhe ato firma të cilat sërish u kontestuan në atë kohë, janë të vërteta apo jo, janë nga antarësia e Partisë Demokratike apo jo, sepse në selinë e Partisë Demokratike dhe në Partinë Demokratike në të paktën këto 10 vitet e fundit lista e antarësisë është gangrena më e madhe. Çfarë përplasje ka patur sot në komisionet, çfarë ka sfikatur, që bëjmë një rezume të asaj se çfarë ka rezervuar dita? Pikërisht, ditën e sotme në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave po diskutohet nen për nen paketa fiskale, por edhe projekt ligjet për amnistinë e gjobave dhe detyrimeve tatimore. Dhe pikërisht në momentin që po diskutoj paketa fiskale dhe më konkretisht nenet që preknin rimbursimin ose subvencionet për bujqësinë dhe pikërisht me fenomenin që mallrat e importit kanë filluar të jenë më pak të kushtueshme në Shqipëri, kjo për shkak të mbështetjes që bëjnë shtetet e tjera ndaj bujqësisë dhe shteti jonë në Shqipëri nuk e bën një gjë të tillë. Debati për këtë temë midis si zotit Braçe nga ana e Partisë Socialiste dhe deputetëve të Partisë Demokratike e në Bozdo apo Igli Cara, debati këtyre që bënin me zëvendësministrin e ekonomisë që ishte në komision ditën e sotme, krijojnë në një farë mënyrë një lloj pakënaqësie të kryetarit të Partisë Mundësia Agron Shea, i cili erdhi më vonë në këtë mbledhje dhe ju drejtua menjëherë pasi mori fjalën, ju drejtua zotit Braçe, pra deputetit të Partisë Socialiste, duke kritikuar këtë të fundit se po bën një lloj
një lloj teatri në komision, pasi sipas tij zëvendësministri është nga radhët e Partisë Socialiste dhe zoti Braçe kishte të gjithë mundësinë që të bënte oponencën e tij dhe kritikat dhe të ndryshonte nenet në paketën fiskale në mbledhjet e grupit parlamentar që zhvillon grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ndërkohë kjo që ndodhte në Komisionin Ekonomisë sipas tij, ky komision ishte kthyer në një farë mënyrë qesharak, por dhe ka qenë pikërisht kjo fjalë që nxiti revoltën e deputetëve, jo vetëm të Braçës duhet të theksoj, por edhe të deputetëve të Partisë Demokratike dhe zoti Braçe ju drejtua në fakt edhe me fjalë jo institucionale, parlamentare. Voltani, qepe, kështu i ka thënë. Qepe, por ka cilësuar edhe, po e citoj në ligjërat të drejtë, ka cilësuar edhe legend duke e akuzuar më tej, dhe për shkak të këtij konflikti ishte kryetaria e komisionit zonja Ekonomi, e cila kërkoi ndërprerjen për 5 minuta të mbledhjes për të rifilluar më pas, ku zoti Sheaj u largua më pas dhe nuk u rikthye më në mbledhjen e komisionit. Faleminderit Mariklen, përshëndes. Kënaqësi ime. Faleminderit dhe ju shëndoqët. Nesër, si zakonisht, takohemi në orën 10 me të tjera çështje.